Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se vini sot në MCN Informacion, do qëndrojmë në vijim së bashku për trajtuar tema të ndryshme. Në pjesën e parë të MCN Informacion sot do të ndalemi në fakt tek një problem që mbetet shqetësues për qytetarët shqiptar, abuzimet me shitblerjen e pronave dhe problematika që shoqërojnë procesin e legalizimeve. Në fakt, prej vitesh janë miratuar ligje dhe është zhvilluar një proces i gjatë legalizimi, por edhe sot, kur ne flasim, shumë qytetarë vazhdojnë të enden dyerve të gjykatave për mashtrime në blerjen e pronave, e ndërsa të tjerë përballen edhe me burokraci të pafundme për të përfituar dokumentin e pronësisë. Ndërkohë së fundmi, kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar një reformë të re dhe një ligj të ri për ndërtimet. Por çfarë pritet të ndodhë, çfarë do të ndryshojë e për gjithë të problematikë, unë do të flas me të ftuarit e mi që kam sot në studio, prezantoj Gjergj Caca, arkitekt. Gjergj, faleminderit që je me mua. Gjithashtu kam edhe avokatin Edi Qehaja. Edi, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Drejt për drejt do të na bashkohet në këtë panel edhe avokati Erald Aga. Avokat, përshëndes. Përshëndetje. Avokate, nisim së bashku, në fakt, Edi, ju keni ndjekur raste të tilla qytetarëve që bien pre e mashtrimeve me blerjen e pronave? Po, kemi pas disa raste që kemi ndjekur, kryesisht problemet më të mëdha që vijnë janë shitja disa herë e pronës, për shkak sepse nuk funksionon siç do duhet funksiononte regjistrimi në zyrën e regjistrimit pasurisë pa lëshmë ose në kadastër. Për shkak se regjistrimi, domethënë, në momentin që regjistrohet dhe del certifikata, presupozohet që blerësi është 100% i sigurt që ajo pronë është pas një lloj problematike, por pasi e blen, arrin rrugës, dalin probleme dhe evidentohen fakte të cilat e bëjnë që kjo blerje mos jetë kryer në përputhje me ligjin. Dhe kryesisht edhe i probleme vijnë për shkak të kadastrës që regjistrimi, në momentin që regjistrohet dhe del certifikata pas një lloj barre, pas një lloj problematike, presupozohet çdo blerës, presupozohet që po blen një pronë pas një lloj kufizimi, pas një lloj barre ose pas një lloj pretendimi nga të tretët. Në fakt, do duhet funksiononte siç funksionon çdo vend normal, që në momentin që një blerës blen një pronë që s'ka asnjë lloj kufizimi, asnjë lloj barre, asnjë lloj problematike, ai me të drejtën e Zotit do duhet ta presupozojë që s'ka asnjë lloj problematike dhe është 100% i sigurt që në blerjen që po bën do ta gëzojë pas një lloj pretendimi në të ardhmen nga të tretë. Por që në fakt ndodh që her pas here shfaqen problematika dhe pastaj do palet do përfundojnë në gjykatë. Erald, cilat janë ato, le të themi, format më të zakonshme kur qytetarët bien pre e abuzimeve, pra ose e mashtrimeve që hasin në treg sot? Ato raste pak nga praktika apo ato përditshmëria janë rastet me firmat e ndërtimit, me kontratat e sipërmarrjes apo kontratat e parosisë, zakonisht kontratat e sipërmarrjes. Pra një ndërtues pretendon që ja ka shitur, pavarësisht që kryet një shitje duhet një kontratë shitje, pra që bëhet kalimi i pronësisë duhet patjetër një kontratë shitje, por pretendohet që në momentin që bëhet një ndërtim, hyn në marrëdhënie porosici me sipërmarrësin, pra qytetari me ndërtuesin, për porositur një ndërtim për një apartament apo një objekt që do të ndërtohet në të ardhmen. Zakonisht ndërtuesit në vite më përpara, tani në këto vite e fundit është rregulluar deri disi kjo problematik me regjistrimin që bëhet të kontratës së sipërmarrjes apo porosisë në hipotekë që në momentin që nënshkruhet, por më përpara një ndërtues ja premtonte duke nënshkruar disa kontrata sipërmarrje disa personave dhe pastaj këta detyroheshin kur përfundonte objekti, detyroheshin të drejtoheshin gjykatës për gjetur që kush e ka pasi pari, kush ka dhënë para, dhe ishte një konflikt që kallëzonin edhe ndërtuesin për mashtrim. Pra kjo është më shumë problematika, sa i përket edhe që ta avokati, po ka ndodhur edhe ndodh edhe në praktikë që edhe kur janë titujt e origjinës janë të saktë, pa titull origjine them për shembull një e ka fituar me AMTP, një e ka fituar nga kthimi i kompensimit pronave, ndodh që shteti ka dhënë edhe dy vendime, për shembull AMTP-s, ja ka dhënë 92-shin një familje, 94-s një familje tjetër. Dhe kanë regjistruar një familje dhe pastaj mas 10 vitesh kujtohen kur shkojnë në transakcion për të shitur pronën, kujtohet që duhet ta merrte familja tjetër dhe fillon një angari gjyqësh pastaj për të zbuluar origjinën e pronës dhe për gjetur drejtën. Pra kjo është pak a shumë problematika në shitblerje. E qartë. Ndërkohë, Gjergj, kryeministri ka paralajmëruar një ligj të ri për ndërtimet. Si e pat këtë nismë? A keni informacione se në ç'është drejtime në fakt do të jetë? Atëherë, e para desha të
për pyetjen që ju drejtuat avokatëve, duke u nisur edhe nga, po themi ajo që tha parafolsi, që të AMTP-t që dikush është dhënë, me thënë të paktën vetëm AMTP-t e rregullta, pasi është shoqëruar gjithmonë me ndarje me një hartë, nuk kanë pas pse të jenë të mbivendosura dhe nuk mund të jipeshin dy herë. Të gjitha këto janë bërë në shkelje, dhe më thënë janë shkelje, nuk është se ja jep shteti. Dikush ka shkel ligjin dhe e ka ndarë dy herë. Tani po flasim, jemi në fund të 2025-ës dhe po riflasim për riregullim të legalizimeve, vazhdim, mbarim, rifillim të një ligji për ndërtime, dhe më thënë që të vitet e pyetja juaj. Ne vazhdojmë me këto arnat, ne bashkë kemi që në studio disa herë, dhe për të disajtën herë unë e kam përsëritur këtë që ne vazhdojmë me këto arnat një pas një. Kryeministri ka të paktën edhe para zgjedhjeve, po sidomos pas zgjedhjeve, diku 2 muaj pas zgjedhjeve, të këtij viti që po del për ditë në televizor ose në rrjetet sociale, kryesisht Facebook ose në YouTube, dhe gjithmonë shpall ose po themi jep një mendim se si do jetë strategjia dhe në disa pika. Dhe deri më tani, ka vetëm pak nga ato që ka thënë që janë konsultime publike, është edhe te kodi penal janë të përfshirë një seri gjërash që lidhen me ligjin e ndërtimeve, një pjesë tjetër hyri në fuqi, po nuk na ka ardhur akoma i zarfi që tha do t'ja çoj çdo personi me zarf, e me radhë. Do me thënë, tani është bërë një rreth vicioz që po diskutojmë për herë për disa gjëra që thuhen publikisht, po nuk shohim vendimarrje. Do me thënë, një shtet, patjetër që mirë është që, siç e ka thënë dhe vetë kryeministri në ato dalit e veta sy më sy që bën atë në Facebook, mos gabofsha, po them në rrjetet sociale, që është një kënd informimi, shumë mirë që e bën. Problemi është që njerëzit siç duhet të informohen, duhet të ketë vendimarrje me letra, duhet të ketë dëgjesa publike. Do me thënë, në një farë mënyre, dëgjesat publike, që është një nga instrumentat kryesore të funksionimit të demokracisë, sot janë kthyer në ti më dëgjon mua në Facebook se çfarë them, unë mbledh në një sallë dhe dal në një emision ose po themi në reportazhet e lajmeve, mbledh drejtorët, arkitektët e huaj, arkitektët vendas, mbledh ata, mbledh këta dhe i shpjegoj ato gjë dhe ikim. Do me thënë, ne realisht, megjithse në mendimin tim demokracia është një lloj sistemi sot që në gjithë botën, po themi, ka ikur ato bazat dhe po themi vendet që janë të përparuara mendësisht e kanë kthyer në një lloj demokraci sociale, që janë po themi vendet nordike. Kjo demokracia jonë që ne kemi këtu, vetëm demokraci nuk është. Do me thënë, ne duhet të flasim dhe duhet të kemi parime të rregullta. Po kthehem pak tek kontrata që diskutuam që parë, që është kontratë premtimi. Patjetër që si nocion ligjor ekziston. Problemi është që në këto 40 vjet që po kalojnë, nuk ka dalë një kontratë bazike çfarë duhet të ketë që mos të kemi, sepse normalisht kushdo mëson edhe nga gabimet e veta. Dhe vazhdojmë me arna. Doli ligji 2020, i 2020-ës, që doli në atë kohë, në kohën që u bashkua, po them legalizimet me ish hipotekën dhe u bë Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Normalisht legalizimet duhet të ishin xha mbyllur. Se është, domethënë s'ka më logjik pse duhet një vend në 30 vite të paktën që ka një shtet funksional demokrat ose demokratik, duhet që të vazhdoj akoma të ndërtoj pa leje. Tani, siç dhe kam thënë bashkë me ju kam qenë që para se të gjobitësh dikë që hedh mbeturina në tokë, duhet t'i vendosësh kosh. Dhe kjo para se të vesh të gjimosh të gjithë ata që kanë ndërtuar pa leje, që nga tendat e deri tek pallatet e deri te vilat së fundmi, besoj te kronika juaj keni folur për atë, duhet që të rregullosh sistemin e lejeve. Sot një leje, po themi, i një objekti 150 metra katror që është po themi një vilë ose një banesë, një familjare, zgjat po njësoj
sa një kompleks... Sa përqind e lejeve respektohen, Gjergj, me që dolim këtu të kjo e lejeve dhe Sa përqind e lejeve respektohen? E vilave, se e kishim edhe kronikën në edicionin e lajmës. Atere, nga personat ose nga individ, po thuaj se respektohen gati 100% lejet. Pse? Shumica e studiove, dhe këtë flas me kompetencë, e studiove vendore, nuk, po thuaj se të gjitha ta që unë njofë, po dhe ata që kam parë, që nuk i njofë drejt për drejt, nuk bëjnë kompromis për të shkelur ligjin. Do me thënë, marin leje, aq sa i lejohet. Ku është problemi? Problemi është se në zonën ku kishit e kronikën ju, po të shkosh të faqe, po themi si janë zonuar, të faqe shtetërore, si janë zonuar zonat, aty shef një zonë ku është një shtëpi, është lejohet ndërtimi i shtëpisë, në krah e ka bujqësi. Do me thënë, edhe plani rregullus nuk është bërë nga territori, po është bërë nga zyra. Ndërkohë është një punë që duhet jetë në teren. Dhe normalisht, çfarë bën ky personi që unë e kam shtëpi në krah, ju në krahun tim e keni bujqësore. Ndërkohë aty janë të gjitha banesa, tek ai fshati, tek ajo lagja, po themi dhe në qytet. Atëherë ju do gjeni një formë ligjore ose ekstra ligjore për të ndërtuar. Përse? Sepse ne i kemi hequr mundësinë e rregullt dhe çfarë bëhet? Në zona ku duhet të mbahen bujqësore ndërtohen dhe në zona ku duhet të jetë ndërtimi për të ulur kostot e infrastrukturës, për t'i dhënë gjithë shërbimet, ti aty e ke bujqësore dhe duhet të ndërtojnë pa leje. Dhe për punën e komplekseve, do me thënë komplekset, duke shfrytëzuar mos kontrollin e territorit. Kjo është një, disa herë e kemi thënë, që këtu mungon kontrolli i territorit. Do me thënë, jemi një vend pa zot. Dhe duke qenë këto gjëra, të gjithë mundohen të gjenë hapësira. Abuzojnë, po, se do të diskutojmë edhe në vim, në fakt, për gjitha. Edi, se flasim për problematika që asin që në blerjet fillestare të apartamenteve, pra të këto kontratat e premtimit që bëhen në fillim. A ka informacione dhe në eksperiencën tënde dhe si avokat të atyre që kanë blerë për shembull një pronë, se ne jemi mësuar të shohim që blen prona që në grop, pra pa njësur ende ndërtimi i pallatit, ndërkohë që gjatë rrugës ndoshta ai pallati nuk mbaron kurrë dhe pronari të jep dy zgjidhje ose merr lekët mbrapa, pra të kthen lekët, ose të drejtori gjykatës. Pra, si funksionon kjo dhe keni patur në eksperiencën të raste të tilla? Në fakt, sipas ligjit, paktën që nga vetëm në Shqipëri ndodh që ndërtimet ose subjekte ndërtuese ndërtojnë pas një lloj historiku, pas një lloj fondi, vetëm të ardhurat që kanë për të nisur për zhvilluar një pallat ose një kompleks, kanë të ardhurat që marrin paraprakisht nga klientët, që në fakt në asnjë vend nuk ndodh kjo. Sepse përderisa ai nuk ka fondet e nevojshme, nuk ka asnjë lloj garancie për blerësit potencial ose persona që kanë porositur apo që ka kontrata sipërmarrje me to, që do marrin apartamentin ose produktin për të cilin ato kanë rënë dakord ta paguajnë. Duke qenë se s'ka asnjë lloj garancie, rrezikët janë shumë të larta. Për shembull, nuk kemi pse ta fshehim që vitet e fundit, për shembull në zonat, veçanërisht në zonat periferike, ka një mungesë, si thua, ka një stopim edhe ka, pavarësisht se nuk thuhet hapura, si ka falimentime të shumë subjekteve ndërtuese të vogla, të cilët kanë nisur pallate pas një lloj fondi, pas një lloj buxheti, thjesht kanë marrë paraprakisht pagesa nga blerësit eventual, edhe për këtë arsye, për një arsye ose një arsye tjetër, ato janë falimentuar edhe praktikisht edhe blerësit nuk kanë marrë apartamentin ose njësinë që kanë porositur, por ajo që thatë juve që ndërtuesi t'ju thot ose merr apartamentin ose të kthej lekët mbrapsht, është po t'u ofron të këtë mundësi është gjysma e të keqes, por në rastin e falimentimit jo vetëm që nuk u jep apartamentin ose njësinë, por edhe paratë ka si t'u jap sepse ka falimentuar, kështu që nuk kemi pse ta... Pra prap qytetari mbetet pa një zgjidhje dhe drejtohet drejt gjykatës. Drejtohet drejt gjykatës, po praktikisht mundësia për ta rikuperuar pagesën që ka bërë është zero, sepse përgjithsisht subjektet ndërtuese janë organizuar në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar dhe për aq kohë sa ka falimentuar SHPK-ja me ligjërisht nuk mund t'ja marrësh asnjë lloj... Nuk e ka personi që ka falimentuar, kompania që... Kompania ka falimentuar edhe për këtë arsye të gjithë personat që kanë parapaguar nuk do të marrin dot as edhe një cent mbrapsht. Më falni qoftë se mund, do të thënë e ka mundësi zero për të marrë lekët
dhe po thuaj se mundet të jetë i gjallë kur të dali seanca gjyqësore. Dhe të shpenzoj para me seancën gjyqësore. Po dhe sikur ta ketë të fituar, do me thënë ideja është që kjo është pjesa që, se ndoshta i ndërhyrë avokatit, po që kjo është realiteti i hidhur që drejtësia është nga hallkat që nuk funksionon. Do me thënë, drejtësia e vonuar është drejtësia e munguar. Sigurisht. Në fakt, për këtë Eral, cilat janë ato bëshllëqet si ligjore apo dhe institucionale cilat lejojnë të ndodhin këto mashtrime? E para herë, ligji i ndërtimit është ndërtuar në atë formë që unë e krahasoj me firmat piramidale. Sepse është e vërtetë ajo që ndërtuesi lidh të kontratat sipërmarrjes me porositë të ndryshëm, por në fund fare nuk ka kapital. Kjo është edhe si shkak sepse qeveritë këtu kanë lejuar këtë lloj pastrimi parash nëpërmjet ndërtimit dhe po të bësh një krahasim midis firmave piramidale që ka qenë atëherë Sudia, Xhaferi me firmat e ndërtimit është e njëjta gjë. Por thjesht këtu është një skem piramidale e ligjëruar, pra me ligj, shihen pas ligjit, sepse ka shumë raste, siç thanë edhe dy ftuarit aty, ka shumë raste që pallati pra objekti nuk përfundon dhe qytetarët detyrohen pastaj jo dikush drejtohet gjyqit, por në fund fare çfarë do të marrin kur firma pra SHPK-ja apo si do të jetë informuar subjekti kompania e ndërtimit apo forma nuk merr në fund fare atë kompensim financiar apo shpërblim apo qoftë edhe lek edhe paratë e veta mbrapsht të qytetarit. Pra, ligji i ndërtimit është beter, është skandal dhe ligji i ndërtimit në mendimin tim, në aq sa unë kam arritur nga praktika, por edhe të lexoj, për mua duhet ndryshuar katësipërisht dhe nuk duhet lejohet që firmat e ndërtimit, me që u prek kjo temë, të premtojnë apo të lidhen kontrata sipërmarrje pa u marrë dorëzim dhe pa dalë certifikat, pa u regjistruar në kadastër. Në momentin që regjistrohen në kadastër, atëherë të filloj shitja e apartamenteve apo njësive. Kjo është problematika kryesore, që them që edhe këto akte që të nxjerrë kryeministri po përsa i përket kontrollit apo transparencës në sistemin e regjistrimit të pronave. Pra, le të themi, mungon transparenca, mungon dhe kontrolli. Po paktën tek ASHK-ja, pra kadastra në Tiranë, ndjeni intime çdo 3 muaj, 6 muaj ndrohen punonjësit. U bë një skem që punonjësi i ASHK-s, pra i kadastrës Korç, mund dishte do të kanë, u bë ky lëmshi akoma më i madh, që do thotë ASHK-ja si institucion është një institucion që nuk ka transparencë dhe është edhe një faktor, pra përveç kësaj kaosit që ka sjell ndërtimi, është edhe kaos edhe për pronat që ka sjell kadastra, sepse në mënyrë jo profesionale zvarrisin apo bëjnë dhe gabime me dashje apo pa dashje, të qëllimshme apo të paqëllimshme, që bën të mundur që qytetarët të sorollaten nëpër dyer gjykatave apo të rinë në pritje të përgjigjes së kadastrës. Edhe ligji 20 i 2020-s që pretendoi që do të bënte atë kalimin përfundimtar të pronësisë, nuk bëri asnjë gjë tjetër, por thjesht një ligj i radhës për të kaluar radhën dhe për të bërë ato premtimet elektorale, por nuk ka zgjidhur asnjë gjë, madje është bërë akoma më shumë pengues ose po ta themi tro çfarë, ka rritur më shumë korrupsionin në kadastër. E qartë, po Gjergj kishte diçka. Do me thënë, e para nuk jam në mendim të njëjtë me avokatin vetëm për disa gjëra. E para ligji 107 i 2014-s, që ishte, po themi, rinovimi i atij të 98-s, mos gabofsha, për planifikimin dhe zhvillimin e territorit. Ligji i AKBT-s. Urdhro? Ligji i AKBT-s, Agjencisë Planifikimit. Jo, po flas, po për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, nuk përfshin asnjë pikë mënyrën se si lidhet, po themi, kontrata ose si bëhet shitblerja. Kjo është në bazë të procedurës së kodit civil. Kontratat janë për po, vetëm ta mbaroj logjikën. Kontratat janë parashikuar te kodi civil. Po, do me thënë, sepse thatë që duhet të parashikohet të ligji i ndërtimit në kuptimin se si do bëhet shitblerja. Nuk parashikohet. Dhe s'ka pse të parashikohet aty. Do me thënë, aty patjetër mund të parashikohen atë që avokati thamë përpara, që mundësia ose po themi si mund ta financoj këtë gjë. Mund ta financoj dhe 100% edhe me të ardhura, po themi, nga kredit. Ne kemi thënë që mjafton, funksionon në Amerikë.
nuk ke nevojë të kesh lek për të pas një ide dhe një plan biznesi të mirë që financohet 100% nga banka. Por ama kjo ka të gjitha të nga mbrapa kontrollin, çfarë investohet të tjera dhe sigurin nga mbrapa, që patjetër duhet bërë. Për atë që ju pyetët, do me thënë ndryshimi i ligjit, po themi të planifikimit dhe zhvillimit të territorit, patjetër që duhet ndryshuar një ligji, jo sepse e tha kryeministri, sepse vetë ky kryeministër ka bërë të paktën në ndjenimin time 12 arnime në vite me radhë të këtij ligji, dhe pjesa tjetër është që ASHK-ja ose Kadastra, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, u kalua, po themi, u bën bashkimi i Agjencisë Legalizimeve dhe i ish hipotekës. E para ne duhet të kuptojmë dhe kushdo që na ndik duhet të kuptoj. Agjencia Shtetërore e Kadastrës është një regjistër i pronave të veta. Nuk është një agjenci vendimarrëse. Do me thënë, as je prona, as heq prona. Është njësoj, për ta bërë më të kuptueshme për qytetarën, është njësoj si një certifikat familjare, një certifikat, po themi, personale, vdekje, lindje e të tjera, është një regjistër dhe këtë ne nuk kemi pse ta vuajmë më. Do me thënë, ne nuk kemi e para pse të paguajmë atë 1.000 lekë e ri për të marrë një rifreskim, ndërkohë që ato janë online. Sepse një nga ato që kryeministri tha me të madhe dhe po mburej në Berlin, që i kemi kthyer digjitale. Atëherë patjetër që dikur paguaj një taks pulle, sot i ke PDF. Do me thënë, nuk ke ndonjë shpenzim real, fizik, as fotokopje, as gjë. Në momentin që digitalizohen, ti duhet të futesh te llogaria jote dhe të shfaqej me një herë, gjithë historiku, ajo që avokati tha, dhe noterët duhet ta kishin këtë akses me përgjegjësi nga mbrapa, që në momentin e transaksionit që do bënin ose të, po themi, kontratës së shitblerjes, a premtimit e të tjera, duhet të ishte informacioni në kohë reale dhe ai të ishte përfundimtar. Do me thënë, në momenti që ai informacion nuk është i plot, ai transakcion nuk kryet dhe ai që e ka për të shitur, apo për të huazuar, apo gjë tjetër, shkon dhe e zgjidh ligjërisht. Do me thënë, duhet të kuptojmë të gjithë sepse japim një rëndësi kadastrës... Për ta përmbledhur, cilat do t'ishin ato pikat, se po flasim për ndryshimin e ligjit dhe ti the që është... Jam shumë dakord që ligji duhet ndryshohet. Nëse do të kisha mundësinë të propozoje pikat kryesore të këtij ligji për të ndryshuar, cilat do t'ishin ato? Atëre, para se të vëmë te ligji i planifikimit të territorit, duhet të bëjmë një kornizë të mirë për të mbyllur një herë mirë çështjen e pronës. Do me thënë, të bëjë një regjistër i pronave të cilat janë të hipotekuara, një të atyre që janë në proces dhe një tjetër të pronave shtetërore ose të njësive vendore. Do me thënë, gjithë harta e pronës së Shqipërisë nuk duhet të kishte asnjë vrim pa datat ose, po themi, kartelën e vet me të dhëna, të statusit ligjor të asaj prone. Duhet nisur nga zero, sepse ne kemi mbingarkuar dhe asgjë nuk i di të vërtetën. E para kemi hartat, sepse jo shumë veta e din që të hartat fillon problemi fillestar, mbivendosja, mos rakordimi me realitetin e të tjera, dhe ato që janë bërë në 95-ën që hartat janë fotokopjuar, shumë fishuar dhe kanë transferuar gabime sot. Do me thënë, digitalizimi i hartave duhet të ishte një herë mirë i mbyllur. Dhe pas asaj fillon procesi ligjor, i sqarimit të statusit ligjor, dhe ti nuk ke nevojë të kesh gjithë fshatin. Po themi sepse duhet të kuptojmë se është ndoshta teknike, por duhet ta shpjegojmë për publikun që në qoftë se unë kam një pronë në një fshat, gjithë fshati është një zonë kadastrale, duhet të rregullohet gjithë fshati për të rregulluar pronën time. Kështu që nuk ka pse ripeng gjithë Shqipëria për pronën time, në kuptimin. Duhet që të rregullohet një regjita dhe secila një nga një sipas, do me thënë kështu, shkoqitet dhe zgjidhet ky ngërç dhe japim një herë mirë fund, sepse një treg i lirë, ekonomik, pra këto ndryshimet, ca nuk ndryshimet të duhura në këtë pronën e para, e dyta. Do t'i shërbente për mirë pra këti rregullimi? Pa tjetër, në qoftë se ti rregullon pronën, është fillimi i një kapitalizmi, logjika e kapitalizmit ekonomike, fillon nga e drejta e pronës, që ti ke të drejtën ta gëzosh dhe mbrohet prona jote. Që nga kjo, pastaj shkojmë te menaxhimi i kësaj prone, i territorit. E para,
agjensit, kryeministri ka prekur pak atë diskutimin që kemi bërë që filloi të ratemonte arkitektët, nuk tregoj, nuk ashtu, nuk kështu. Pa tjetër, jam dakord, dhe unë kam thënë të ju që jam dakord të pjesa që arkitektët dhe si mund të amenagjoj teritorin, është e thjeshtë. Të lehtësoj procesin e dhënies së lejeve. Ta lehtësoj. Jo të japi leje që nuk duhen dhënë, por ta lehtësoj procedurën dhe ai që merr përsipër, që nga unë i pari deri tek i fundit, të aplikoj për leje, të jetë përgjegjës që nga A-ja deri te Z-ja. Dhe me ligj të paguhet për këtë dhe të ketë një tarif të përcaktuar, që të paguaj dhe taksat siç duhet dhe të jetë zoti punës të vet. Jo arkitekti merr lejen, dikush tjetër e zbaton dhe arkitekti vetë në burg. Përse? Tani, një nga e kanë bërë shumë vende të botës që ai që jep lejen dhe ai institucionit po themi që e kontrollon ka një përgjegjës, nuk ka nevojë Bashkia Tirana apo kushdo bashki të ketë 1000 kontrollor. Por këta i këtë jashtëm, si ai që merr lejen, ose ai që aplikon për lejen, ka të drejtën për të kryer çdo kontroll dhe ta certifikojë në fund. Dhe pastaj kjo gjë, por dhe të paguhet. Se nuk mund ta bëj dikush një punë vetëm sepse kryeministri e thotë. Por dhe të mbaj përgjegjësi në fund. Patjetër, do me thënë në momentin që ti bie dakord kryen një kontratë shërbimi, ti do paguhesh për atë kontratë dhe mban dhe përgjegjësi për punën që do bësh. Patjetër, një nga mënyrat më eficiente, shteti nuk harxhon asnjë cent, sepse i ka outsourcing ose të jashtëm, burimi jashtëm, patjetër që duhet inxhinieri, të gjitha me radhë, nuk po diskutoj. Dhe pjesa tjetër është që të sankcionoj një herë mirë e para, për mua, jo duhen ribër, duhen ripar gjithë planet vendore. E qartë, se Gjergj për të mos e përqendruar shumë, sepse kemi edhe minutat në vim. Do me thënë, është pa fund ndryshime. Po, është pa fund të diskutojmë sigurisht. Do të ndalemi sërish të këto ndryshimet, se janë shumë të rëndësishme për të rregulluar. Edi folëm për të gjitha këto problemet dhe ai problemi që i ka shqetësuar shumë pra qytetarë, që ndoshta edhe pas shumë vitesh, ne në studio e kemi diskutuar edhe bashkë edhe me Gjergjin që sot nuk ndodh më që t'jetë një pronë e shitur 2 herë, por që janë të mbartura ndoshta nga e kaluara si shqetësime dhe probleme. Në këto raste, tek gjykata drejtohen personat për cili është roli i noterit në këtë pikë dhe përgjegjësia që ai duhet mbaj, por edhe verifikimin paraprak që duhet bëj për pronën. Në fakt, roli i noterit është thjesht ndërmjetës, ndërmjet blerësit edhe shitësit. Noteri bën procedurën në rrugë online me kadastrën dhe thjesht atë që gjenë në kadastër, atë pasqyron dhe atë transakcion bën. Roli i noterit nuk mendoj që ka vend për të abuzuar me sistemin aktual, kështu që sistemi aktual është i digitalizuar dhe noteri thjesht bën ndërmjetësin, ndërmjet blerësit dhe shitësit, dhe atë që do gjejnë në kadastër atë do ta pasqyroj, por problemi është që çdo qytetar, blerësi në momentin që blen një pronë, që del me certifikat pasur, nuk do duhet që të shqetësohet në të ardhmen nëse do ketë apo jo në pretendim nga të tretët. E qartë, për momentin që i ka dalë ky problemi, ligjërisht si do të mbrojë qytetari? Ka dalë ky problemi, do duhet që pastaj do duhet të shkojnë në gjykatë, sepse noteri s'ka qartë ju bënas. E qartë, për gjykata si do të veprojë për ta verifikuar pra që kjo prona tek cili është shitur më përpara? Pastaj është çështja e provuarit para gjykatës, personi që e ka blerë i pari normalisht do duhet që të marrë të drejtën e tij, sepse sipas ligjit prona, siç e tha edhe arkitekti, që regjistri i pasurive të paluajshme është thjesht një regjistër me karakter publikativ, domethënë ka si qëllim thjesht publikoj për të tretët se kush është pronari i çfarë. Dhe regjistri as nuk të bën as nuk të çbën pronar, por pronar të bën akti i fitimit pronësisë. Aktet e fitimit pronësisë janë të ndryshme, siç mund të jetë me ligj, me kontratë, me vendim gjykate e të tjerë. Normalisht në gjykatë kur shkojnë palët duhet provojnë se si e kanë fituar. Dhe në qoftë se të dyja palët e kanë blerë me kontratë, po Gjergji e ka blerë një ditë më përpara, normalisht që pronari i saj është Gjergji dhe personi që e ka blerë i dyti nuk mund të përfitojë të drejtën. Kështu që është çështje e provuar në gjykatë në asnjë rast. Në këtë pikë noteri çfarë roli ka, sepse të dy këto kanë bërë një kontratë tek një noter, apo jo? Po. Pra të dy palët që e kanë blerë këtë apartament. Normalisht noteri i dytë nuk e bën shit blerjen, pra që kohë sa nga kadastra i vjen që është shitur një prona. Ose është blokuar nga blerësi i parë. Ose është kufizuar. Noteri nuk mund të bëjnë asnjë rasti shit blerje transakcion mbi pasurinë, pra që kohë sa
certifikata e pronësisë nuk dele lirë nga gjitha kufizimet, nga gjitha barsimet ose... E qartë. Kështu që në këto kushte s'ka si dhe rreziku që herën e dytë ketë... Është ajo që unë thash për pronën që është noteri mund ta kishte aksesin me njëherë për ta kontrolluar. Për këtë pronë që është bllokuar apo e shitur. Dhe është thjesht. Mirë, ne do të shkojmë një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish për vijuar bisedën në studio. Rikthehemi sërish në studio, vijojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në MCN Informacion, po flasim në këtë pjesë të parë përse përket problemit me shitblerjen e pronave, por edhe legalizimet, në fakt një shqetësim që ndër vite tashmë e kanë qytetarët shqiptar. Erald, në fakt procesi legalizimeve zyrtarisht dhe ligjërisht u mbyll në vitin 2020, por mira qytetar ende sot vijojnë të mos kenë një dokument pronësie. Cilat janë arsyet ligjore apo administrative që kanë penguar përfundimin e këtij procesi? Atëherë, si afat, si që thatë edhe ju, duhet përfundon dhe brenda 2020-ës, legalizimet kishin afat 6 ditor si pas ligjit. Problematika është e njëjtë e mbartur që prej 2006-ës. Të gjithë justifikohen me shkakun se ka shumë procese, ka shumë dosi që janë procesim, nuk ka staf, pra këto problematikat e ngjashme. Ndërkohë, po të themi të vërtetat siç janë, e vërteta është që agjencia ka drastrës në rastin konkret legalizimi, kërkon të mbaj peng sa më shumë prona, mos legalizoj objektet informale kur janë kriteret për të legalizuar, për shkak që të përdoren si për fushat elektorale apo qoftë edhe për këto kullat që mbijnë ditë për ditë 40 kaçe, 50 kaçe apo 30 kaçe, sepse duke qenë një pronë e lirë pa pronar, edhe ndërtuesi, pra ai oligarku siç ja vjen emrin Shumica, e ka më të lehtë për të ndërtuar sepse nuk do të ndaj atë pjesën duke i dhënë pronarëve. Pra për mua ky është e vërteta që duhet thënë që legalizimet bëhen për shkak të fushatës dhe për shkak të ndërtimeve, sepse është më e lehtë dhe më e menaxhueshme në këtë formë se sa ti legalizohet dhe ti bëj pronar. Dhe natyrisht nuk është çështje e dosjes, se nga 2006 deri në 2025 që jemi, pa kur doli ligji i parë për legalizimin, duhet ishte një zgjidhje, sepse ka më pak dosje se sa dosjet që janë gjykatë. Edhe gjykatat me gjithë këtë kaos edhe kolaps që solli reforma në drejtësi, sërish ecën më shpejt se sa aq pak prona që janë për të legalizuar. Ka më pak prona në proces legalizimi se sa janë dosje në gjykatë. Kështu që unë shoh një problematik ose një urdhër të heshtur nga qeveritë që të përdoren përgjatë fushatave elektorale pjesa e legalizimit dhe tjetë me kollaj pastaj për fushën e ndërtimit. Ndërkohë, Gjergji, pra një vonesë e qëllimshme, le të themi, se është lidhur gjithmonë procesi legalizimit me zhvillimin urban, me ndërtimet pa leje, ka qenë vërtet një politikë e qëllimshme, thua, që këto ndërtime të legalizoheshin me vonesë? Atëherë, e pare punës ligji legalizimeve ishte ligji i urbanizimit dhe legalizimit. Do me thënë, në fillim duhet të planifikohej si do urbanizoheshin zonat dhe pastaj të legalizoheshin ato që mund të legalizoheshin. E dyta, agjencia e kadastrës sot, po themi në total, ka rreth 700 punonjës, që po themi rreth me 150.000 legalizime që deklaron të kryeministri ose 130.000 mos gabofsha, i bie të ketë për çdo punonjës të ketë mesatarisht nga 150-160 dosje, që për kaq vite do të kishim mjaftuar ti baronin, ato që duhet të skualifikoheshin, ato që duhet të legalizoheshin. Tani që të mbaroj procesi legalizimit, nuk varet nga agjencia, sepse agjencia funksionon dhe realisht ishte agjencia e legalizimit, ishte agjenci dhe agjencia ka një emërtim agjenci, sepse është e përkohshme. Me të mbaron një proces dhe shkrihet, nuk ekziston më si agjenci. Kështu që agjencia vetë nuk do kishte një interes, sepse problemi është tek politikat që bëhen. Si të majta, si të djathta, politikat nuk kanë qenë pro mbylljes së procesit, por kanë qenë gjithmonë në shtyrje të afateve të objekteve që legalizohen. Dhe normalisht, kjo nuk... Logjika është që njerëzit do tentojnë të ndërtojnë për ta legalizuar. Dhe për të venduar në kokë është pjesa tjetër që firma ndërtimi që marrin leje dhe pastaj legalizojnë objektet. Do me thënë, nuk është tek ai personi në fshat që ka ndërtuar për strehim, është tek ai që e kthen për përfitim. Për biznes, po. Për biznes dhe ti në momentin që nuk menaxhon dot Tiranën,
përballë kryeministrisë, përballë bashkisë, nga mbrapa krahëve të tu, ana shteje, atëherë për çfarë po flasim? Realisht, ligji i legalizimeve duhet të kishte një afat, dhe kushdo që nuk e zbatonte këtë afat, duhet mos merrte vota në zgjedhje para, dhe të shkonte në ndjekje penale ai që mirte përsipër ta, po themi, institucioni ose drejtuesi i institucionit ose përgjegjësit, që patjetër se ka një afat, çdo gjë ka një afat. Normalisht, edhe kthimi një përgjigje të thjeshtë që sot te ASHK-ja, domethënë të shkosh në çdo institucion, ka dalë ky 30 ditë dhe të gjithë thonë 30 ditë, po është deri në 30 ditë. Jo patjetër ti duhet ta kthesh ditë 30. Domethënë për ta shtuar një në arsyet e tjera që mendoj që është ndoshta edhe më kryesorja sepse s'ka përfunduar brenda 2020-s, është dhe fakti që vazhdimisht çdo vit bëhen me mira ndërtime, edhe sot që po flasim, janë me mira ndërtime që bëhen pa leje dhe tolerohen vetë nga institucionet vendore. Dhe normalisht që kur të bëhen ndërtime pa leje, ka një lloj garancie underground që do të legalizohet, mos sot nesër, mos pas nesër. Që është kushtet e absurdit që nga 2012-a ne kemi vepër. Kanë treguar dhe të kundërtën Edi që edhe mund të prishen, kështu që jo, pjesa më e madhe janë legalizuar. Prishje ka pasur shumë të pakta. Mund të prish edhe një ndërtim me leje. Domethënë që e ka marrë me certifikat. Jo, doja të thoya këtë që nga 2012 është ndryshuar ligji dhe kodi penal e parashikon si vepër penale me sanksione shumë të mëdha ndërtimin pa leje. Tani ne kemi, mos gaboj, në 2023-shin, ka qenë hera e fundit që është lejuar me ligj që të bën vetë deklarime të reja. Tani nga një anë ti e ke vepër penale që nga 2012 e këtej. Çfarë do të thonë vetë deklarim? Vetë deklarim për legalizim të një objekti që e ke ndërtuar pa leje. Jo, për ato që s'kishin kapur afatet. Që ta sqaroj. Se ka qenë deri në 2018-ën. Jo, deri për ndërtimet që janë ndërtuar në 2018. Në vetë deklarime u futën edhe shumë ndërtime të reja dhe thosh u deklaruan sikur janë bërë para shumë vitesh, sepse po të krahasosh fotografimin ajror, është abuzim, shkel e ligj. Krahasosh fotografimin ajror, dalin me 10 mira objekte, të cilat janë vetë deklaruar që kur janë ndërtuar para shumë vitesh, por në fakt në foto nuk rezultojnë. Dhe është abuzim masiv që është bërë me vetë deklarimet. E qartë. Ndërkohë, Erald, në shumë raste dëgjojmë dhe flitet edhe për sekserë cilët kërkojnë edhe para për ta përshpejtuar këtë proces legalizimi apo regjistrimi të pronës. Si mund shpanget kjo formë korrupsioni? Po, unë them që vetë shteti e ka lejuar këtë lloj formë korrupsioni përmes ligjeve apo këtyre dy ligjeve, pra të legalizimit 2006 dhe urbanizimit apo 2020-s, që nuk i ka vënë ato sanksione ligjore si shtat dhe arkitekti, pra që në fund të ligjit ketë një penalitet, ketë si sanksion. Ligjet këtu bëhen, por nuk kanë sanksione dhe duke mos pas sanksione rritet abuziviteti. Duke u rrit abuziviteti rritet korrupsioni dhe hapet rruga për njerëzit që duan pra këtyre sekserëve që marrin lek dhe ja çojnë atyre punonjësve të ASHK-s dhe qytetarët pastaj çfarë interesi ka punonjësi i ASHK-s që ta mbaroj procesin në kohë, kur e di që do t'i vi një sekser që ka folur me një qytetar dhe t'ja mbyllin çështjen aty bashkë dhe ngelen gjithë kënaqur. Pra një ndër aspektet që masohet kujtesë është edhe kjo pjesë e korrupsionit që një nga qëllimet përveç elektorale dhe ndërtimeve është dhe pjesa që administrata ka një formë se si të nxjerrë parat apo të bëj para, sepse me një rrogë 700 apo 800 euro në muaj nuk besoj që është e jetueshme. Dhe kjo është një formë me anë të ligjit krijohet ky lloj korrupsioni. Normale që në momenti që bën tym, patjetër që do dalin dhe gjuetar. Është logjike. Se po e them në mënyrë ironike, por është ideja që është ajo që unë thash që para publicitetit që në momenti që ne zgjidhim çështjen e pronës e para dhe ASHK-n e shohim si një depozit dhe një vend ku publikohet statusi ligjor i çdo prone, atëherë ne kuptojmë se si, ose atëherë ne do ta vendosim në vendin e duhur dhe të heqim dorë njëre mirë nga kjo amullia e madhe. Normale që tani se është i bie të kesh dieni në momentin që thua se këto janë thënie gjithandej. Por problemi është kjo, procesi shumë i ngatruar.
në 2006, ndoshta në tetor, mos gabofsha, të 2015-ës, u bë një ndryshim që u nda dhënia e legalizimit të objektit me dhënien e legalizimit të pronësisë. Sidomos për pronat që ishin tokë të tretëve apo në tokë shtetë. Kjo bë me qëllimin e thjesht dhe politik për të dhënë sa më shpejt për të shpërndar ato fletushkat e certifikatave të legalizimit. Ndërkohë ishin pa pronë. E vetmja gjë e pandryshueshme është prona, jo objekti. Objekti nga internet mund të zerohet dhe ti nuk e ke pronë të patundshme, toka është ajo që është e patundshme. Dhe normalisht kjo stërolloi dhe më tepër procesin ti merrje një dosje si specialist, bëje objektin, ndërkohë përgatisi dhe të njëjtën dosje për tokën, ishte në tokë, po themi në pronë të vetë, në pronë të tretëve apo në shtetërore, dhe këtë çoje për VKM dhe mbyllej procesi për një, po themi pronë. Në 2016, në janar, hyri që ti mbaroje me objektin, e mbyllej dosjen, e vendosje raft. Duhet i riktheheshe prap për të zgjidhur çështjen e pronës. Tani më thoni ju, kush është më e kollajt për të shtuar korrupsionin? Patjetër kur e zë 2 herë, 3 herë me dorë. Dhe kjo sjell për mua, meqense ne kemi hyrë në një epokë digjitale, duhet të bëheshin shumë ndryshime që pjesën më të madhe vetë personat që kanë ndërtuar dhe e kanë për të legalizuar me përgjegjësi ligjore duhet të plotësonin, po themi, dosjen e vet dhe matjet, patjetër me një studio të jashtme ose me një topograf të licencuar, s'kish nevojë legalizimi kur ti dilte koha të vendet të maste, me përgjegjësi ligjore dhe kjo, dhe agjencia të kishte vetëm rolin e kontrollorit të dokumentave. Jo të bërjes së procesit, sepse e para këtu kostoja shkon po e njëjtë dhe shumë, po themi, specialist që janë të vetë punësuar, punësoheshin, shumë persona mbaronin hallin me pronën e vetë, do me thënë legalizoj, dhe shteti kishte luksin dhe kohën për t'i kontrolluar secilin dhe për të penalizuar atë që bëhet shkelje ligjore, patjetër. Kështu që normalisht për mua dhe kjo është një pjesë që dhe të ligji legalizimeve ose mendësia si funksionon, duhet ripar e gjitha dhe i duhet dhënë një afat i caktuar, ndoshta edhe me kosto. Ndërkohë Gjergj, në zonat bregdetare është ende i bllokuar procesi i legalizimeve. Shiko, është kjo në zonat bregdetare për arsye politike, ekonomike? Tani, ne dim shumish në zonat bregdetare, po thuajse 8% e objektet të ndërtuara janë objekte strategjike që kanë fituar status. Kështu që s'ka nevojë të shkojë te legalizimi. Do me thënë, është marrë me leje. Nuk ka një plan, do me thënë, nuk është mbyllur akoma në zonat bregdetare. Himara sot vuan fuqishëm për certifikatat e pronësisë të atyre që realisht do takon toka. Nuk po flasim për të 2, të 3 e me radhë. Do me thënë, një nga e kemi thënë bashkë, kemi që në studio, që kemi thënë që një nga Gjirokastra, nga Lazarati, ishte pronar në Kakome. Me thënë, ndërkohë ata që jetojnë aty nuk janë pronar akoma. Nuk i kanë ende, por Erald doje të shtoje diçka? Po, në lidhje me këtë që thuat zbyrën e regjistrimit, që është e vërtet që është thjesht një zbyrë regjistrimi që përbën një, kur lëshon atë certifikatën është një akt deklarativ etj, se ka dhe vendim gjykatës lartë, një vendim unifikues. Por, e vërteta, siç është në praktikë, është që pa një certifikat që ta lëshoj kadastra, askush nuk shet dot një pronë, nuk lidi dot një kontratë shitje, sa do të ketë një kontratë tjetër si origjinë, apo ketë një akt dhurimi, një titull pronësie të marrë nga MTP-ja, nuk shet dot askush. Duhet ta shkarkoje online. Duhet ta shkarkoje online nga Ilbelia, si shkarkon certifikatën sot. Jo, këtë po të them që zyrat e regjistrimit pasurisë i vonojnë. Pra, vonojnë dhe regjistrimin e atyre që kanë titull pronësie dhe duke vonuar regjistrimin dhe atyre që kanë një titull të vlefshëm pronësie, si edhe kjo që ti vonosh në transaksionin e shitblerjes. Shiko, më falë se edhe online dhe nuk dua për të ndërprerë, por për ta bërë bashkëbisedim dhe për të sqaruar qytetarët, se e di shumë mirë si funksionon sistemi në kadastër me anë të thirrjes së emrit të numrit ose të emrit të poseduesit të gjës, del automatikisht
po themi prona, statusi ligjore të tjera, do me thënë kjo mund të bëhet online shumë mirë. Nuk ka nevojë që kadastrat të kthejë përgjigje për këtë. Ja t'jap një shembull. Dikush me vendim të kthim kompensimit pronës ka marrë, ju ka kthyer prona, pra është pronar i lishëm apo jo? Po. Dikush me akt marrjes tokës është pronar apo jo? Jam titull të lishëm. Po. Dikush me një vendim Këshillit të Ministrave ka përfituar një pronë, dhe kjo është e lishme. A mundet me këto akte të bëjë një kontratë shitje, pa marrë një certifikat pronësie nga ASHP-ja? Atere, sepse ke kaluar një hap, këta me këto njohjen e pronave nuk e ka të regjistruar, ka thjesht njohur. Duhet të shkoj të regjistroj, dhe me këtë duhet të merre kadastra, dhe më pas i regjistrohet, tani është e njëjta gjë për ta marrë për shembull, kur lidh një fëmijë, nuk është i regjistruar në sistem. Ti shkon me certifikatën e lindjes e regjistron, dhe kjo është hapi që me njohjen e pronës ti e regjistron, dhe më pas ti s'ke nevojë të shkosh tek punojësi i gjendjes civile të thotë ka lidhur apo jo, sepse shkarkon automatikisht. Të dy bien dakord, po mbase si jemi në një frekuencë po kuptohemi, po them që unë po them që kadastra qëllimisht vonon dhe regjistrin e pronave, qëllimisht që qytetarët edhe ato që kanë tituj të lishëm... Erald, ligjërisht, duhet të mbaj përgjegjësi ligjore pra kadastra pikërisht për këto vonesa që bën, se duhet cilë në vëmendje edhe rastin më të fundit në Vlorë, vetëm për pak muaj në krye të kadastrës, ishte dorëhequr sot pra zoti Doro Memaj në mos gaboj. A tregon kjo ndoshta edhe një mos funksion normal të këtij institucioni konkretisht në qytetin e Vlorës? Unë këtu dalë që ky institucion kadastra sot për sot është mbushur me punonjës partjak. Pra, kushdo që punon kadastër, pjesa me madhe janë partjak dhe merr urdhra nga qeverit përkatëse për të regjistruar se jo pronë. Sepse po të regjistronin pronat në kohë, me këto tituj të lishëm, po them pronat të pastra, një pjesë e mirë qytetarëve do të jetin drejtim jetës tyre, pronës tyre dhe nuk do të drejtonin as gjykatave. Por çfarë ndodh? Hipotekat qëllimisht dhe kur pronat janë prasta, ngatron një numër pasurie, ngatron një mbivendosje në hartë, sepse spostojnë hartë me 1 milimetër dhe arkitekti aty e di që kur harta spostohet me 1 milimetër ndryshojnë edhe 3-4 kufitar tjerë, do detyrohet qytetari të shkojë bëj një gjyq për saksim kufiri kur faji është veti kadastrës, dhe duke mos pasur ligji kadastrës penalitete për këta punonjës, atëherë përfundojnë në këtë situatë, por e vërteta është që qytetarët, unë i bëj thirrje që në momentin që shikojnë këto veprime abuzive nga punonësit e hipotekës, ti kallëzojnë për shpërdorim detyre. Dhe pastaj në Vlorë është e njohur që çdo 4 muaj, 6 muaj ndrojnë drejtorët e hipotekës. Vlora ka probleme të tjera. Një farë mesazhi nga Eraldi, pra gjithë qytetarët që asnjë shkelje duhet ta kallëzojnë. Me këtë dorëheqjen e sotme i bie pak logjika e partijake se kryeministri nuk po i bëjnë derman as nga partia tjetër tashmë drejtorët. Kjo do të thotë që nuk funksionon diçka në këtë institucion? Po nuk e ka fajin drejtori i ASHK-s së Vlorës, sepse ka provuar gjithë të vetët, ka provuar, më fal, vetëm ta mbaroj. Ka provuar gjithë të vetët, mori dhe nga PD-ja, ish kandidatin për kryetar bashkie, kryetarin e PD-s të Vlorës, e vuri te ASHK-ja, po nuk i funksionon, sepse nuk e ka fajin personi. Ta them problemin që ka Vlora. Në Vlorë ndrohen çdo 3 muaj, 6 muaj. Ndrohen sepse Vlora ka problemin si qark që ka banda që cilat tamam banda po them, grupe strukturora kriminale që kërkojnë të marrin copa toke dhe askush nga ata që vendosin drejtor aty nuk ka guximin të firmosin sepse kapet nga 2 bandat rivale. Prandaj nuk firmosin dhe kjo është halli në Vlorë që nuk heton kush. Edi. Për ta vijuar këtë që po thot kolegu, kadastra e Vlorës vjen deri në Fier dhe deri në Sarandë, mbulon komplet zonën bregdetare që zona më me interes për zhvillim. Dhe arsyeja sepse ndryshohen kaq shpesh drejtorët, veçanërisht te Vlora, se kudo ndryshohen. Arsyeja më kryesore është sepse ato vazhdimisht janë të detyruar dhe çdo drejtor po ta marrësh ta kontrollosh veprimtarinë e tij që ditën e parë që është vendosur aty derisa është larguar, qoftë edhe një muaj që kanë ndenjur, ato kanë firmos ose legalizimet paligjshme ose regjistrimet paligjshme. Dhe për këtë arsye ato janë larguar, një nga arsyet kryesore, sepse ka firmosur një pallat 5 katësh, pastaj ka ardhur 15 katësh dhe ka thënë që e të prova me të parën dhe jo me të dytin. Kështu që për këtë arsye largohen, sepse vazhdimisht
drejtuesi i kadastrës, sepse po mos të firmohet si drejtuesi i kadastrës, asnjë lloj falsifikimi, asnjë lloj përvetësimi, asnjë lloj marrje prone nuk ndodh komplet në territorin e kadastrës që mbulon zonën e Vlorës. Kështu që për këtë arsye largohen vazhdimisht, janë larguar me 10 gjatë këtyre viteve. Patjetër, se ky është problemi i vazhduar, po që e ka mendësia politike se si do ta zhvilloj akoma. Të lutem për shtuar edhe diçka që është bërë dhe publike. Ju e keni parë shumë mirë që nuk e di në çfarë zonë afër Sarandës u ndërtua një objekt tërësisht pa leje në nivell shumë luksoze, e cila ju bë dokumentacioni sikur ishte regjistruar gjithçka në përputhje me ligjin dhe ishte ndërtim pa leje dhe ju shet Dua Lipës, këngëtares për shembull, është bërë publike. Kështu që kur arrihet deri aty sa ti shitet edhe një këngëtare në famë botërore. E sigur që këngëtarja se di çfarë ka blerë në kuptimin për punë dokumentacion, janë agjenci që merren. Po pra, po përgjegjësia bie mbi kadastrën. Po varet kush e ka bërë reklamën, se kjo problemet me pronën janë shumë të gjëra. Jo, dikush ka dalë as këto minutat verën që kaloi, dikush e kishte ftuar Dua Lipën që të shijonte jugun tonë, kështu që ndoshta ja ka reklamuar për ta blerë. Ta diskutojmë në emisionin tjetër, Gjergj, patjetër me kënaqësi gjithmonë. Gjergj, faleminderit, Edi, faleminderit Eral që na u bashkove në këtë bisedë, ishte kënaqësi. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.